Përshëndetje! Unë jam Tobias dhe sot do të flas për dikë shumë të rëndësishëm, që ndoshta e harrojmë shpesh. Jo, nuk është ndonjë shok klase, është natyra. Në këtë video do t'ju tregoj se përse natyra është burimi I jetës dhe si mund ta mbrojmë së bashku. Nature is the source of life and we must protect and care for her. When we forget this, we forget ourselves. Natyra është gjithçka rreth nesh, ajri që marrim frymë, uji që pim, toka ku rriten lulet dhe pemët, dhe të gjitha kafshët që jetojnë me ne. Po sikur të mos ekzistonte më ujë I pastër, po sikur të mos kishte më pyje, do ishte një jetë pa ngjyra. Prandaj unë dua ta mbroj natyrën dhe të tregoj edhe juve si mund ta bëjmë. Shumë njerëz e harrojnë natyrën. Ata hedhin plastikën në tokë dhe në det, ndotin ajrin me makina e fabrika dhe presin pyje pa mëshirë. E gjitha kjo e sëmur tokën, dhe kur toka sëmuret edhe ne sëmuremi, po më mungon ajri. Por lajmi I mirë është që ne mund të ndihmojmë. Edhe nëse jemi fëmijë, të mbjellim një lule apo një pemë në obor, të mos hedhim plera në tokë, të përdorim çanta pëllhure, jo plastike, të fikim dritat kur s'na duhen, të flasim me tjerët për këto gjëra. Kur bëjmë diçka të mirë për natyrën, ajo na fal një botë më të bukur. U ndërtova këtë kuti me karton të ricikluar. Quhet kuti kujdesi për natyrën. Ne e përdorim në klasë për të mbledhur letra, plastik apo ide të mira për të ndihmuar tokën. Mund të ketë një etiketë, shpëto tokën me çdo copë letre. Unë dua që edhe fëmijët pas meje të luajnë në natyrë si unë, të ndjejnë erën në fytyrë, të shohin ylberin pas shiut, të dëgjojnë qiqërima në mëngjes. Por kjo nuk ndodh vetë. Duhet ta mbrojmë natyrën çdo ditë, sepse nëse harrojmë natyrën, harrojmë vetveten. Nëse të pëlqeu kjo video, tregoj edhe te shokët e tu. Ndihmo një lule, ndihmo një pemë, ndihmo tokën, sepse ajo është shtëpia jone e përbashkët. Toka ka nevojë për ty. Fillon nga ti. Faleminderit që e ndoqe. Kujdesu për natyrën sot që të kujdeset ajo për ty nesër.